Çuna goca, mirë se vini te ky video re. Doja me ju bë një pyetje. Akoma po harxhoni një ditë tërë për të bërë një projekt për ke shkolla ose ke puna ose ku ta di unë? Tani është bërë çdo gjë e lehtë fare plak. Përdor artificial intelligence edhe jem rregull, a kuptoj. Direkt apo projektin ai detyrën, PDF-n, PowerPoint-in, Word-in, nuk e di se ku mund ta keni për. Dhe cili AI na ndihmon për të bërë gjitha këto punët siç e shihni në ekran. Skywork AI, për këtë do flasim sot. Kur kam qenë në shkollë lale rria tër ditën me u marr me një projekt, shifja libra, nej, e kam llafin kur kam qenë 9 vjeçar ose në fillore, ke parasysh? Se edhe internet s'kena pas shumë, jo mundësitë ekonomike s'kanë qenë të mira për të pas në kompjuter në shtëpi, por në ditët e sotme është tepër e lehtë plak. Thjesht futesh ke Skywork, mund të bësh pyetje general, pra pyetje random, krijosh foto, dokumenta, slide, ke një dhe ChatGPT-n, sheets në Excel, mund të krijoni dhe website e plak. Domethënë me Skywork-un ashtu siç ka emrin, bën punë vlla, e ke si punëtorin tat, e ke si ndihmësin tat, keni parasysh? Pra për pak do futemi dhe do bëjmë projektin ton, por siç po e thoja, mirë që e bën projektin me slide, me si doni ju PowerPoint, ku ta di unë, po ja u bë super të organizuar, super korrekte, plak super lezetshëm, kështu që ça projekti mund të bëj. A keni pak të kohët e fundit që NASA ka vajtur në anë, kështu që këtë po mendoj edhe unë, të bëjmë një projekt për sa i përket Artemis 2-shit, diçka e tillë si e kishte emrin në plak, del ta kërkoj. Let's do a project. Siç e shihni kam shkruar Let's do a project about Artemis 2 mission dhe të shohim se si do e bëj. Siç e shihni e kam shkruar super thjesht. Let's do a project about Artemis 2 mission. E le ta shohim tash se ç'a do bëj. Ja dërgova promptin, Skyworki, okay, po punon. Filloi u fut në punë plak. U fut në punë, ta shohim tash se ç'a do bëj. Okej, shif tani po mundohet të marrë gjithë informacionet e mundshme. Okej, lezetshëm, po akoma po gjeneron, akoma po thith informacion nga çdo cep i internetit plak, edhe do na e bëj si punë dokumenti. Ta shohim se sa bukur do e bëj. Edhe më vonë gjithashtu fotot e projektit do i bëj me Nano Banana 2-shin. Perfekte pra burr. Si të shihni, projekti ka mbaruar dhe mund t'i bëjmë download kur të duam. Mund ta shohim, është pak i zbet, nuk ka shumë ngjyra. Informacioni dhe struktura janë perfekt. Plak ka vendos dhe linkjet për video, ndoshta për live streamet e Artemis 2, po që shih ç'a ndodh nëse shtypim këtë butonin këtu. Shihni pak se ç'a ndodh. Pra çat keni detyra shtëpie, projekte, ju ka dhënë shefi nai punë për të bë, kalkulime, Excel, ne. Ky bobi këtu ja u bë direkt plak, është super ndihmësi juaj, ju shpëton jetën, është. Pra tani thjesht keni më shumë kohë, mund merreni me gjonat e tuaja, me hobi, më shkoni palestër, shkoni me lujt kalqeto, ku ta di unë, edhe detyra bëhet vetë vëlla. Okej, siç e shihni, e rregulloi pak me zbukurime anej, lezetshëm fare, siç e shihni, e ka bë bukur. Tani i thash duke përdorur Nano Banana 2-shin, për ata që nuk e din, për gjithë ata që nuk e din, Nano Banana është ai sistemi që krijo foto me shumë kualitet anej, ta shohim dhe i kam thënë duke përdorur Nano Banana 2-shin, vendos për çdo fragment, për shembull për çdo paragraf ndoshta, ndonjë foto me kualitet të lartë që ta zbukurojë projektin më shumë. Shohim tani. Okej, kjo thot the task is complete, we're ready for new requests. Shohim se çka ka bë plak, dal pak. Okej, bravo. Shife fotot si i ka vë. Lale, lezetshëm plak. Kjo është më duket kjo më duket është mënyra se si do kthehen ata në tokë nëpërmjet gravitetit të hënës. Lale, sipas çfarë flitet në paragraf, atë foto ka vu broja, i ka dhi rrocë. Hallall me rob shtëpi nuk di ç'a them. Është duke më habit. Pra një punë që mund duhesh kush e di sa kohë, e boni Skywork-u për 3 minuta vlla. Si ka mundësi më plak? Si ka mundësi? Tani do i themi që dizajnin ta bëj çik më bukur se sa është duke më mbush. Dhe gjithashtu do i themi që ta bëjmë pak a shumë si PowerPoint, po duket shumë profesional fare plak, ë. Le ta shohim se ç'a do bëj. Po plak, tani me dizajnin e ri ka bën një punë të jashtëzakonshme. Siç e shihni titulli, okej, tabela me përmbajtjet, fotot, gjitha, i ka strukturuar, ka vendosur dhe këto grafiket, fotot, struktura në maksimum, ka vu përsëri graphics, plak, ja, përsëri prapë dhe këto, plak. Lale. Tani e kena kërkuar që ja dhe këtu këto grafiket. Kemi dhe këto referencat që ka vendosur bashkë me linkjet. Tani kemi kërkuar që ta bëjmë me slides, siç e shihni ecim mbrapa. Tani jemi futur ke slides, siç e shihni, pro mode normalisht, edhe po presim që dokumenti të kthehet në një prezantim, pra që ta bëjmë si punë.
që mund ta shohim në projektor, e tjera siç e keni në punë për shembull ose në shkollë. Ne shohim a ka mundur ta përkthej tamam siç e duam ne, pra siç ishte si dokument në projekt. Okej, jemi duke pritur, po ç'po po ndodh? Faqja e parë. Që janë të këto detaje, o vlla? NASA, Artemis Program, Artemis 2-shi? Si ka mundësi, o vlla? Një udhtim 10 ditor larg orbites së tokës. Lale, mos ja fut kot, kaq bukur është duke e bërë. Me zor po pres ta shoh të përfunduar plak. Mos ja fut kot, u bë, dal ta shohim? Jo. Lale. Okej, si që shif një flet për Artemis, a ne ikne jo ekuipazhi, jo iku a ne jo në këtë datë. E detajuar, o vlla, çdo informacion e detajuar, past, present, future. Që do të flet edhe për 3 programet, kur nisi do më thënë edhe qa është bërë në 2017, 2022 dhe 2026 që është tani. Lale, okej, ekuipazhi, vlla. Shi me sa detaje e ka bërë o plak, tamam projekt, niveli nuk e di profesional, s'di qa të them o vlla. Ja ka dhi racën. Nuk e prisja këtë gjo me e bo Skywork. S'ka mundësi o vlla, shif edhe detajet për raketat e qa kanë bërë, ja, kjo është mënyra se si do kthehen për në tokë, pra do përdorin gravitetin e hënës, pra si kanë vajt deri në hënë dhe si do kthehen nëpërmjet gravitetit hënës, dhia racën o vlla. Dhia racën çdo gjë e detajume në maksimum, edhe ta mendoni Skyworku nuk është aq i shtrenjtë. Edhe po ashtu po përdoret linkun tim, pra ta shkarkoni nëpërmjet linkun tim, atëherë merrni 20% off. Pra e merrni me 20% ulje. Gjithashtu dhe pa ofertë fare, çmimet e Skyworkut janë tepër konkurruese, nuk e di, nuk i gjeni dot me asnjë AI tjetër. Dihet kaq cilësor, kaq i shpejtë edhe me këtë çmime, nuk e di domethënë, o plak. E ka boja ka dhi racën. Pra si përfundim, ç'a mund të themi për Skyworkun? Mori çdo informacion rreth e rrotull në çdo cep të internetit, mori çdo foto të bukur i gjeneroi me nano banana e rregulloi anej, boni kalkulimet e veta nëpër grafet, e rregulloi e bëri presentation, boni dizajnin e bukur të dokumentit, shtoi dhe fotot siç e tham, edhe boni dhe presentation për unë lodha duke shkruar vetëm 2 fjali ndërsa Skyworku bëri atë që unë do e bëja për një 3 ditë mira ndoshta, nuk e di, më ka habitja, ka lujt telat plak. Gjithashtu do i themi dhe një detyrë të fundit, i thash can you please convert it in a landing page, pra duket pak a shumë si faqe webi, po ja dërgoj dhe të shohim se ç'a do bëj vlla, nuk e di, po ma heq zarin Skywork o plak. Skywork jeni boba. Domethënë nuk e di, nuk i numëroj dot mirat që pas ka ky Skyworku. Nëse doni ta shkarkoni e keni linkun në description edhe përse të keni mësuar gjë tre këtë video. Edhe shpresoj t'ju kem ndihmu me projektet, me punët, apo këtë diun për çfarë mund t'i përdorni këto. Kaq kisha dhe unë, shihemi në videon tjetër.